Një tjetër goditje është dhënë pasurisë së palishme në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave në vend. Seksioni për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe në drejtimin e Prokurisë së Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Real Owner, duke vënë nën sekuestro pasuri me vlerë rreth 228.000 euro. Në kuadër të këtij operacioni u ekzekutua vendimi i Gjykatës së Tiranës për vendosjen e sekuestros preventive mbi pasuritë e regjistruara në emër të babait të shtetasit Ismail Gjineci, 34 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Pasuritë e sekuestruara përfshin një apartament banimi, 2 automjete. Sipas hetimeve, këto pasuri ishin vendosur në emër të babait të dënuarit për të shmangur gjurmimin dhe për të legjitimuar burimin e tyre të palishëm. Vlera totale e sekuestruar kap shifrën e 228.000 eurove. Autoritetet hetuese vijojnë punën për identifikimin e aseteve të tjera që Gjineci mund t'i ketë regjistruar në emra të ndryshëm, me qëllim shmangjen e konfiskimit dhe fshehjen e pasurisë së përfituar nga aktiviteti kriminal. Ismail Gjineci ra në prangat e policisë në vitin 2015 në kuadër të operacionit Ekspres. Ai u arrestua së bashku me 3 shtetas të tjerë, përkatësisht Dornard Saraçi, 48 vjeç, banues në Tiranë, Amarildo Rusi, 22 vjeç, banues në fushë Mëzez, Qemal Rusi, 47 vjeç, banues në fushë Mëzez. Të katërt u ndaluan për veprat penale të trafikimit të personave të rritur, ndërkohë gjykata për krimet e rënda caktoi ndaj tyre masën e sigurisë arrest në burg. Sipas të dhënave të policisë dhe prokurisë, grupi kishte një aktivitet të strukturuar dhe të qëndrueshëm kriminal, i cili operonte si në territorin shqiptar ashtu edhe jashtë vendit. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, autorët rekrutonin gra dhe vajza kryesisht nga zona rurale, të cilat më pas trafikonin për qëllime shfrytëzimi. Hetimet e kryera në atë periudhë nga strukturat e policisë dokumentuan në mënyrë të plotë aktivitetin kriminal të grupit,